mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues. Shpresoj të keni kaluar një fillim të mirë të javës, edhe pse emisioni vazhdon të transmetohet ditën e mërkurë, po ku ka më mirë se sa dita e mërkurë për të na dhënë kohë për të ditur se çfarë do bëjmë në fundjavë, ku mundësia për pushime 1 apo 2 ditore është më e mirë, më e madhe, pavarësisht se dëshirojmë që këto pushime për ju të jenë edhe më shumë, sidomos pas një viti të lodhshëm. Javën e kaluar ne transmetuam një informacion të përmbledhur se çfarë do të kishte festa e Çobani, një festë e magjishme, e mrekullueshme, lum ata që ishin dhe ndoqën atë nga afër, dhe ne si televizion do të kemi mundësi të përgatisim edhe një reportazh bukur të këndshëm që përcjell gjithë atmosferën e bukur që u kalua pikërisht në këtë festë, dhe kemi transmetuar javën e kaluar edhe një material për një sugjerim shumë të bukur që ne bëm nëse ju do të ndaleshin te bujtina Ura e Komani që gjendet poshtë urës së Komani, një bujtinë në këmbët e një ure. Dhe do të kalojmë sonte te një emision që e kemi premtuar, emisioni 3 ose reportazhi 3 në ciklin drejt Norvegjisë. Ne kemi transmetuar në reportazhin e parë udhëtimin e bandës muzikore The Door Albania në Shkodër, e ngritur prej 20 vitesh, dhe banda në 20 vjetorin e saj, edhe pse rrugën drejt Norvegjisë e ka bërë disa herë, kësaj radhe ishte me një emocion shumë herë më të veçantë. Pas udhëtimit që u bë fillimisht në Lillehammer, ku ata dhanë një shfaqje, në emisionin e dytë ne patëm mundësi të transmetojmë edhe 2 vende turistike, një qytet 200 vjeçar të krijuar nga një dentist, apo dhe parku familjar me mrekullitë dhe me prallat e magjishme, pjesët të cilave u bëm edhe ne. Dhe do të vijojmë me pjesën e tretë, që është finalja e atij konkurrimi ose atij festivalit mundësive, kështu e kanë quajtur, ku The Door Albania së bashku me 7 banda të tjera u bën pjesë një programi shumë të pasur artistik. Janë këta miq me aftësi ndryshe, po që janë me të vërtet shumë të dashur për ne, me sjelljen e tyre, me gatishmërinë e tyre, me korrektësinë e tyre, me artin e tyre që e shfaqin kaq bukur, sidomos në një festival, pra në festivalin e mundësive. Por le të marrim gjërat me radhë, bëjmë një përmbledhje shumë të shkurtër se çfarë ka ndodhur në 2 reportazhet e parë, dhe më pas fillon udhëtimi por në reportazhin e tretë, pikërisht aty ku do të mbahet festivali i mundësive i 8 bandave muzikore. Ditët e udhëtimit tonë në Norvegji kanë kaluar si pa u kuptuar, një realitet i ri, vende dhe njerëz po ashtu të rinj. Na kanë befasuar dhe kanë kaluar pritshmëritë tona. Kujtojmë gjithë teleshikuesit se udhëtimi ynë nisi nga Shkodra, fluturuam nga aeroporti i Rinasit në Tiranë, atë të Oslos në Norvegji, ku pritëm nga miku ynë i mrekullueshëm Falk Bakke, dhe në shoqërinë e tij, 35 antar dhe prindër të bandës muzikore The Door Albania udhëtuan drejt qytetit Lillehammer, ku do bëhej ndalesa e parë. Në qytetin 200 vjeçar do të realizoheshin një sër takimesh me mjaft vlerë, duke nisur nga ai me kryetarin e komunës Lillehammer dhe më pas një koncert i bandës në qendër të qytetit, i cili u mirëprit nga qytetarët norvegjez. Në ditët pasuese u vizitua qyteti 200 vjeçar Maihaugen dhe koleksioni i Andres Sandvik, dentisti që formoi një qytet sipas traditave të hershme norvegjeze. Një vizitë e mrekullueshme ishte dhe ajo në parkun familjar, ku na u dha mundësia të hynim në botën e mistershme të prallave dhe legjendave, që u përcollën me mjaft emocione nga të gjithë miqtë tanë. Dhe ja tani do të udhëtojmë drejt qytetit Elverum, rreth 1 orë e 30 minuta me autobus nga Lillehammer. Ua rikujtojmë teleshikuesve tanë se ardhja në Norvegji kishte një qëllim mjaft të rëndësishëm, pjesëmarrjen e bandës son The Door në festivalin e mundësive, ku do të interpretojnë edhe 7 banda të tjera norvegjeze, me antar që vërtet kanë aftësi ndryshe, por një talent të papar në harmonizimin e melodive që luhen në grup, duke u përqendruar mbi atë çka mund të bëjë secili në mënyrën më të mirë. Ky festival, i cili mbahet çdo 3 vite në Norvegji, mirëpritet tej mase dhe ka karakter gjithëpërfshirës, pasi përveç bandave muzikore,
janë të afër e familjar të tyre që i shoqërojnë, por dhe mjaft qytetar nga qytetet ku vendoset të zhvillohet festivali. Ne do të udhëtojmë drejt Elverumit dhe përpiqemi të sjellim dhe disa të dhëna për të. Elverum është një komunë në qarkun Innlandet, Norvegji. Ndodhet në distriktin tradicional të Osterdalen. Qendra administrative e komunës është qyteti Elverum. Elverum shtrihet në një udhkryq të rëndësishëm, në qytetin Hamar në perëndim, qytetin Kongsvinger në jug, fshatin Innbygda dhe kufirin suedez në verilindje. Kufizohet në veri me bashkinë Amot, në verilindje me bashkinë Trysil, në jug me bashkinë Hvaler dhe në perëndim me bashkinë Loten. Famullia Elverum u krijua si komunë më 1 janar të vitit 1838. Bashkia mban emrin e fermës së vjetër Elverum, pasi kisha e parë Elverum u ndërtua atje. Elementi i parë është rasa gjinore e fjalës elv, që do të thotë lum, duke ju referuar lumit Glomma. Elementi i fundit është heim, që do të thotë shtëpi ose fermë. Komuna me sipërfaqe 1229 km2 është zona e 87 më e madhe e qytetit nga 357 komunat në Norvegji, me një popullsi prej 21.899 banorësh. Komuna e Elverumit shërbeu si kryeqytet i përkohshëm i Norvegjisë gjatë pushtimit gjerman të luftës së dytë botërore. Më 9 prill 1940, trupat norvegjeze penguan trupat parashutise gjermane të kapnin mbretin Hakon të Norvegjisë, princin e Kurorës dhe parlamentin, ndërsa parlamenti po mblidhej për të lëshuar autorizimin e Elverumit, duke autorizuar qeverinë në mërgim derisa parlamenti të mund të mblidhej përsëri. Më 11 prill, menjëherë pas refuzimit të qeverisë për t'u nënshtruar kushteve gjermane, pjesa qendrore e qytetit të Elverumit u shndërrua në hi. Në këtë hotel janë akomoduar të gjithë anëtarët e bandave muzikore që do të marrin pjesë në festival. Konstatojmë se nuk jemi të parë që kemi mbërritur këtu, tashmë kanë ardhur dhe bandet të tjera. Me një pjesë të konsiderueshme të tyre, miq shkodran njihen, pasi janë takuar dhe herë të tjera. Për anëtarët e bandës The Door nuk ka kohë të shkuar në dëm. Në çdo moment ata zgjedhin të bëjnë diçka interesante. Këtu po firmosin këto foto që kanë planifikuar në formë surprize, duke u adhuruar bandave të tjera. Koncerti do të realizohet të nesërmen, por tashmë është të kthyer në një traditë që bandat të festojnë me njëra tjetrën duke forcuar miqësitë dhe duke e bërë aktivitetin si një mundësi art që para se të luajnë muzikë, të jemi miq të mirë me njëri tjetrin. Nuk ka gjë më emocionuese kur sheh se si të rinjtë e komësive të ndryshme që nuk e njohin as gjuhën e njëri tjetrit të kërcejnë e të gëzojnë së bashku. Ata njohin më së miri gjuhën e zemrës dhe kjo është më kryesorja.
Të nesërme në orët e paraditjes në mbërim pranë Pallatit të Sportit në Elverum, ku do të mbahet dhe koncerti. Numri i pjesëmarrësve është i konsiderueshëm, çka dëshmon rëndësinë që merr angazhimin në një band të tillë. Në skenë është pozicionuar me instrumentet e tyre banda e parë norvegjeze. Antarët e bandave janë të grup moshave të ndryshme. Disa banda që vijnë nga qytete më të mëdha kanë numër më të madh antarësh, por kjo nuk i bën bandat e tjera të ndihen inferior. Secila band ka pikat e saj të forta, talentet dhe më kryesorja kanë bërë një punë mjaft të mirë para se të vinin në festival. Gëzohemi kur këtu takojmë mi që kanë qenë në Shkodër dhe kanë vizituar qytetin tonë. My name is Arne Johan Sigstad. I have been governor for North. Unë kam qenë në Shqipëri 2 herë. Herën e fundit ishte me datë 24 maj e këtij viti. Jemi shoqëruar nga Kastrioti. Zona e Shirokës ishte krejt e bukur. Jemi kënaqur pamas. Kastriot. It's very fine. Thank you very much to all of you for coming here. Tusen takk til alle som kom hit. I will pass the word to Hapjen e festivalit e bën drejtori i tij, zoti Asbjørn Skogestad, i cili pasi uron mirëseardhjen të pranishmëve, bën një përmbledhje të shkurtër të kësaj tradite të nisur vite më parë, dhe që festival pas festivali ka fituar një reputacion mjaft të mirë dhe ka ngritje cilësore. Very nice. Festivali ka shkuar shumë mirë dhe këndshëm dhe mund ta konsiderojë si një sukses. A mund të dim se si u krijua ky festival si një traditë? My idea. Ishte ideja ime për ta bërë këtë gjë. Festivali i parë u organizua për herë të parë në vitin 2000 në Lillehammer dhe u organizua çdo 3 vite. Ky është edicioni 9 i tij. Cilat qëllime dhe objektiva përmbush festivali mundësive? For the first, the different orchestra can listen to each other and Qëllimi kryesor është të bëjmë muzikë, të njohin njëri tjetrin dhe të argëtohen, të kalojnë kohë të bukur, të kërcejnë, të festojnë së bashku dhe pse jo, të bien në dashuri me njëri tjetrin. Kjære alle sammen, velkommen til Elverum. Hjertelig velkommen til Elverum. Dear all of you, welcome to Elverum. Më pas nga organizatorët janë menduar edhe disa prezantime të tjera të jetë veçanta, ku përveç gjuhës së dashurisë nuk mungojnë as simbolet e saj. E gjitha kjo për t'i bërë të pranishmit të ndihen mirë dhe të rëndësishëm, secili prej tyre. Nuk do të mungonte as argëtimi dhe në këtë pikë nuk ju drejtohet vetëm antarëve të bandës, por të gjithë spektatorët në sallë kanë të drejtë të argëtohen. Godt opp på morgenen. Vi kan strekke en arm opp, og så den andre så høyt vi kan. Kan tenke at vi plukker et eller annet ned fra taket. Ja, veldig fint. Strekk. Godt opp. Ja. Të gjitha këto lojra argëtuese bën edhe që artistët apo dhe familjarët e tyre të ndihen të shkarkuar nga emocionet, ta shohin pjesëmarrjen këtu si një argëtim ku marrin energji positive. Vil dere? Ja, ok. Så dette, nå har vi liksom tatt de store muskulaturen. Nå skal vi ta disse små musklene i fingrene. Så da kan vi gjøre sånn her. Så skal vi gjøre litt sånn, skal vi stå på ett ben? Nei. Likt, og så øker vi etter en runde. 1, 2, 3, 4, fortere. 1, 2, 3, litt fortere. 1, 2, 3, det er mulig. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gi det til meg!
dhe ja ku nisi interpretimi i bandës së parë. Na bëri përshtypje programi i zgjedhur dhe harmonia në grup, cilësi këto që do t'i vinin mre edhe te bandet e tjera. Ka një bashkëpunim mjaft të mirë mes maestros që dirigjon, por dhe artistëve, secili duket mjaft i mirë, i përqendruar në instrumentin e tij dhe publiku i qëndron sy e vesh në ndjekjen me admirim të pjesëve muzikore të luajtura. Mjaft emocionues ishte momenti i prezantimit të bandës Son dhe Dor. Duke qenë se ne ishim me vetmja bandë e huaj në festival, kjo mundësi art që do e donte çdo bandë në Shqipëri e vendosi dhe Dor në qendër të vëmendjes. Lehtë kuptoi admirimin e spektatorit, por dhe i bandave të tjera ndaj bandës Son. Kuptuam se konsideroi një bandë mjaft dinjitoze mes tyre, që kishin fituar respektin e të gjithëve, jo vetëm me muzikën e mirë që luanin, por edhe marrëdhëniet që krijonin në grupet shoqërore, aty ku shkriheshin nacionalitetet.
Një përshëndetje për zemër u bën nga drejtori ekzekutiv i bandës zoti Kastriot Faci, i cili mes të tjerave shprehu mbështetjen e vyer që Falk Banke i ishte dhënë për 20 vite bandës shqiptare. Po ashtu edhe mjaft miq të tjerë norvegjez dashamirës që i kanë qëndruar pranë miqve tanë për ta konsoliduar bandën e tyre dhe për ta çuar atë në një nivel artistik. We have prepared just an official picture and thanks for all the bands. So the first thanks go for the fantastic band that was opening the festival, Brastastic Elverum. Please stay here with us. The second one goes for, this name is a little bit difficult even for Norwegians, but I will try. Ut 6 Bakken Brass Band Lillehammer. To deliver this album of photography, Albania has something special in history, and we have 3 UNESCO places to visit in Albania. For you, Mr. Arseon. Jam shumë e lumtur që jam sot në këtë mjedis kaq emocionues dhe frymëzues njëkohësisht. Unë jam Tiluta Qëndeza, jam zëvendës kryetare e Bashkisë Shkodër dhe sot shoqëroj grupin e bandës tonë në drejtimin e Kastriot Facit, organizatori të prej 20 viteve tashmë të Vëdor Albania. Kam rastin, nderin dhe privilegjin që dhe njën njerëz të mrekullueshëm se ju që të frymëzoni çdo ditë me atë çfarë dini të bëni me mia. Por sidomos me ato që ju drejtojnë e që ju mësojnë për ditë e më shumë. Dhe mi të gjitha, pata meri të njoh një person shumë të veçantë, për të cilën jam shumë falënderuese Kastriotit që bëri pjesë të grupit, që të njohë zotin Falk Banke, personin që i ka falë shumë dashuri të gjithë këtij grupi, të gjithë kësaj organizate, i cili me humjen e madhe të shpirtit vet na mësoi të gjithëve se si mund ta përballoj dhënien dhe ta kthejmë atë në një dashuri shumë të madhe, siç ai vetë ka bërë. Zoti Banke ka qenë disa herë në Shkodër, dhe është bërë një qytetar nderi i saj, i shpallur me vendim të veçantë të Këshillit Bashkiak. Por unë sot, në emër të Bashkisë Shkodër dhe të kryetarit të saj, zotit Vedit Beci, i sjell zotit Falk Banke, një mirënjohje të Bashkisë Shkodër për të gjithë kontributin dhe rolin e madh që ka luajtur për organizatin tonë, Vëdor Albania, për bandin muzikore në këtë 20 vjetor të krijimit të organizatës tuaj të madhe të cilës që uroj i jetë gjatësi dhe punë sa më të vlefshme për këto shoqëri që kanë më shumë nevojë.
por si u ndjen ata pasi e përfunduan interpretimin e tyre. Unë kisha shumë emocione edhe përpara se me interpretu. Interpretimi në përgjithësi ishte shumë i mirë, edhe prapë tash mas interpretimit kam shumë emocione sepse është një rast i veçantë me ardhur në një shtet si Norvegjia për me interpretu muzikën për cilin ne përgatitemi për shumë kohë. Publiku ishte shumë i ngrohtë, na duhet të rriti shumë u çuden kam për ne në mënyrë mikpritjet e ngrohtë nga ato. Të nuva shumë, sepse në shkaj performanca mirë, po edhe performancat për një gjojmë janë shumë bukra. Po më duket se të ne kur më duket sikur kishim live, ishim drejt për drejtit, e po ishte një tip emocion. Publiku e falenderoj shumë, se ishte shumë i veçantë, na respektune, u çunën tam kam. A shumë emocionuese shfaqja në Norvegji apo në Shkodër? Më shumë këtu, sepse në Shkodër publiku nuk është aq shumë sa ishte këtu. Ishe më fantastiku kur i bie jazzit, a? Wow, sa fantastik. Si u ndjeve sot? Sa më se kot. Po pse? Shumë njerëz. Shumë banda. Janë shumë knaqur. Sa kohë ke që e ke mësuar? Ti biesh aq mirë. Sa kohë? 20 vjet po bëj. Dhe do shumë, si instrument. Është pasioni im. Një mendim për bandën tonë dhe dorë. It's so nice, so powerful and nice music. Është një bandë shumë e mirë, muzika është shumë e mirë, e fuqishme dhe është në të njëjtin standard me bandët e tjera norvegjeze. Ky festival është i rëndësishëm dhe për drejtuesit e bandave që të takohen me njëri tjetrin, shkëmbejnë mendimet dhe eksperiencat. Drejtuesit e pushtetit vendor vijnë në aktivitetet të tilla? Unë mendoj që pushteti lokal këtu është pjesë e financimit dhe mbështetjes financiare të festivalit, ndërsa mbështetje për bandën tuaj këtu ka qenë Departamenti i Kulturës nga Qeveria Norvegjeze dhe vendimin për të marrë pjesë këtu e mori direkt Ministria e Kulturës së Norvegjisë që ne të ishim në këtë aktivitet. Ne do t'japim në mënyrë të përmbledhur dhe mjaft interpretime të bandave të tjera muzikore.
Her pas here publiku duart roket dhe ngrihet në këmbë, duke e përgëzuar bandat muzikore për interpretimet e tyre. Ky është një publik shumë i dashur dhe mbështetës, pikërisht për këtë kanë nevojë dhe artistët e bandave, që e kanë pritur me padurim këtë ditë. Det är fint att vara här. Läm er tillbaka, kos dere. Det ska vi.
Hornensemble. Applaus. Pas prezantimit të 8 bandave muzikore norvegjeze, mes tyre edhe banda jon shqiptare dhe dorë, largohemi nga Pallati i Sportit, ku mbaj koncerti me një ndjesi shumë të mirë. Aktiviteti ishte realizuar në mënyrë më të mirë të mundshme dhe u ndjem shumë të vlerësuar. Për një çast harrojmë edhe shiun, duke sjellë në mendje e medituar gjithë sa ndodhi. Aktiviteti i Festivalit të Mundësive në Elverum nuk nisë dhe përfundon aty. Organizatorët për gjatë gjithë ditës e deri në mbrëmje kanë rezervuar surpriza të këndshme. Kemi kaluar në orët e pasdites, tashmë në një ambient tjetër, pa rregullat e festivalit, por në një atmosferë më të shpenguar. Gjithsesi, bandat muzikore janë në kryefjala e çdo elementi të programit këtu. Tashmë është banda muzikore e Oslos që po kënaq të pranishmit me pjesë muzikore të luajtura mjaft mirë. Mëtej aktivitetet do të finalizohen me mbrëmje gala, nëse do ta quanim kështu. Një sallë tejet e madhe e arreduar mjaft mirë për të zënë mbi 500 të ftuar, kryesisht anëtar të bandave muzikore norvegjeze, shoqëruar nga mësuesit dhe familjarët e tyre. Nis një shfaqje pritse, do e quanim, ku si gjithmonë dominon klima e ngrohtë dhe gazmore që shpërndahet në të gjithë sallën nga një çift simpatik të rinj në imazhin e klonave. Mine damer og herrer, Gutter og jenter, alle sammen. velkommen til festkonsert her på Terningen Arena. I kveld med fantastiske brøstastikk. Og oss i plutselig sirkus. Vomre në çdo aktivitet që organizoi këtu, publiku ishte pjesëmarrës ose më saktë, kishte një alternim të mirë mes skenës dhe tij. Ai ndihej i përfshirë herë duke ju bashkuar lojrave të drejtuesve të shfaqjeve e herë duke e kënduar me ta, ashtu si ky tekst këngë që vendoset në çdo tavolinë dhe e këndojnë të gjithë së bashku duke e bërë sallën të ushtojë.
nga ana tjetër vijojnë surprizat në skenë, duke I kënaqur te I masë të pranishmit. Bak ryggen. Over hodet. Og dette trikset her, det blir pingvintrikset. Nuk mungojnë as përshëndetjet e anëtarëve tanë në sallë. Zefi mposhtë emocionet dhe realizon më së miri këtë. It's a very good public, it's a very good people for invite to my band and my friends here in this activity. So we are so happy that we are here. Thank you very much. Thank you very much. Por hir të së vërtetës, unë ndjem të privilegjuar për hapësirën që u dha bandës sonë në këtë mbrëmje gala. Aty kuptuam jo thjesht dashamirësinë e tyre, por dhe autoritetin ton. Gjë që ka ardhur pasi punët pa lodhur në ndërtimin dhe unifikimin edhe Dora Albania. Aty ku punohet me dashuri, edhe rezultati ka vlerë të madhe. Good evening, everyone. It's so nice to be here. And we are so glad also that tonight our actors Drejtori ekzekutiv I Dora Albania nga skena përcjell urimet më të mira për mbështetësit tanë në rrugën e bukur, por dhe të vështirë të ngritjes së bandës, e cila tashmë feston 20 vjetorin e saj. Mirëmbrëma të gjithëve. Më vjen shumë mirë që jeni këtu dhe më vjen shumë mirë që aktorët tanë të teatrit social do të luajnë një pjesë të shkurtër që të prezantojnë jetën sociale. Gjithashtu, pjeca tregon se si duhet të kujdesemi për natyrën dhe si të kujdesemi për njëri tjetrin. Solidarizohuni me ne. Mesazhi është dashuria që sjell ndryshimin. Kemi nevojë për një duartrokitje të fortë për aktorët. Është hera e parë që ata performojnë në këtë skenë, të cilët po përpiqen dhe profesionalisht t'i arrijnë mirë, dhe unë I ftoj në skenë. Vetëm 30 sekonda që të shkoj tek inxhinieri për të ndezur dritat. To assist our engineer. So the show will begin soon.
Ne do të shkëpusim disa sekuenca nga shfaqja, të cilën e kemi bërë të njohur dhe në transmetimet më herët e emisionit ton, një shfaqje e mbushur me mesazhe, e cila u mirëprit edhe në Banja Luka, Bosnjë e Hercegovinë, ku paraqit para spektatorëve atje. Shumë fantastik që të të vitë dy vajzat përkullueshme, Nani dhe Silva. Beni për i lutët Zotit për të sjellë shumë dhurata. O Zot, dua një biçikletë se ja groni, një laptop se ai Sares, një top futbolli se ai Davidi. Se për të ka shumë më bën se na shumë për gjumi i thot vllai. Zoti në gjën, por nuk ti gjën baba se po flim gomen matan. So maybe it was too big stage to understand that this is the love and they were playing with the heart in a circle. We will try to ask you guys if you can do the same game there and keep the rhythm as we all are musicians, aren't we? Okay, maestro, music. Si aktor të vërtet, kanë poshtur emocionet dhe ndërveprojnë në mënyrë perfekte me njëri tjetrin. Shfaqja u pëlqye shumë nga të pranishmet dhe kjo kuptua nga një gjestë tetë emocionues. Oh, lovely. Oh, shika merre televizor. Mjaft spektator ju dhuruan aktorëve në fund të interpretimit zemrat që mbanin në tavolina, duke ju bashkangjitur forcës së dashurisë, e cila bën mrekulli. Pikërisht me këtë titull ishte pagzuar dhe pjesa. Dhe ja, ku ajo merr shpërblimin e saj, edhe në Norvegji, para këtyre spektatorëve të dashur e human. Në një moment të mbrëmjes gala edhe një surprizë e bukur e papritur për Kastriol Facin, drejtuesin edhe dorë Olbenja. Në plakatin që i dorëzohet shkruhet 20 vjet trupa muzikore, urime dhe suksese në të ardhmen, Elverun, 25 maj 2025. Po ashtu një vlerësim jepet edhe drejtorit të festivalit, zotit Asbjørn Skogestad, për punën e shkëlqyer dhe të palodhur për vite me radhë. En dans, nogle få timer til. Men for at sige lidt om arbejdet med festivalen. Vi har arbejdet med festivalen i 3 år. Dhe pas dhënieve të vlerësimeve do të niste festa e shumë pritur. Sheshi përpara skenës do të kthehej në një pistë vallëzimi ku do u jepej mundësia të argëtoheshin të gjithë.
6 nacionalitetet shkrihen dhe në ritmet muzikore është gjua e zemrës edhe e trupit që flet. Mund të themi se ishte një nga mbrëmjet më të paharrueshme që kemi kaluar ndonjëherë. Çdo gjë e organizuar mjaft mirë dhe përkujdesja e dashamirësia na rrethonte vazhdimisht. Ky pra ishte reportazhi, ka qenë një udhëtim një javor me ndalesa të shumta, me një eksperiencë jashtëzakonshme, teksa zbulon mendsinë e njerëzve që gjen atje, bukuritë e turizmit që ofron Norvegjia, klimën e shumë të çuditshme dhe disi befasuese për të gjithë ne. Orët e natës që nuk vinin asnjëherë dhe që dielli shkëlqente edhe në orën 22. E të tjera detaje pa fund që pasuruan këto 3 reportazhe që ne I prezantuam në ciklin drejt Norvegjisë. Unë ju falenderoj për vëmendjen që keni treguar, falenderoj shumë edhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe intervistat e dhëna sidomos miq tanë në Norvegji. I përshëndes edhe këtej nga Shkodra dhe I falenderoj për mikpritjen e jashtëzakonshme që treguan dhe grupit ton, me dëshirën e mirë që t'ju kemi tashmë dhe në Shkodër, ashtu siç u gjetëm atje të vini sërish në qytetin ton të bukur të Shkodrës. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.